Hajde pak më mbas, hajde pak më mbas. Partia Demokratike e Vlorës festoi 35 vjetorin e krimit të saj. Në ceremoninë organizuar gjatë kësaj të diele kanë marrë pjesë demokrat, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre ndër vite, si dhe ishin themelues të kësaj force politike, por edhe shumë drejtues aktual të rinj të Partisë Demokratike, antarë simpatizant. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe drejtuesit më të lartë të Partisë Demokratike Shqiptare, mes tyre nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi, si dhe deputeti i Vlorës Bujar Leskaj. Kryetari aktual i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara tha se kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme ku përkujton themeluesit e Degës, por ai gjithashtu shprehu kënaqësinë e tij që në këtë sallë ishin edhe të rinj të Partisë Demokratike. Kënaqësia ime më e madhe është kur shoh në këtë sallë që nga themeluesit e kësaj dege e deri te të rinj të cilët janë të shkolluar dhe dëshirojnë ta çojnë përpara ëndrrën e prindërve dhe gjyshëve të tyre. Është ajo ëndër e të gjithë shqiptarëve që quhet Partia Demokratike. Dhe ne në Vlorë jemi krenar për ata që ishin ndër të parët në gjithë Shqipërinë që themeluan degën e PD-s Vlorë. Ata ishin njerëz intelektual, artist, punëtor, sportist, të persekutuar politik, drejtues ndërmarrjesh e të tjerë. Respekt dhe mirënjohje për gjithë kryetarët dhe drejtuesit e degës së Partisë Demokratike, për deputetët e parë të Parlamentit të parë pluralist të vitit 91, për kryetarët e bashkisë dhe për të gjithë ata që kontribuan e vazhdojnë të kontribuojnë për kauzën e PD-s dhe të demokracisë. Vëllezër dhe motra, unë ditë ju them një gjë me siguri, as Vlora, as Shqipëria nuk janë ato që ne do donim të ishin. Dhe është për të ardhur keq kur e shohim të qytet të vuaj për gjërat më elementare, kur e shohim të qytet të plaket e të boshatiset e të katandiset në mjerim. Deputeti i Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj tha se Partia Demokratike ishte një forcë politike e cila u ringrit, u themelua, por vazhdoi edhe në një proces të vështirë, një parti demokratike e cila ka shënuar emrin në historinë e Shqipërisë. Leskaj tha se sot është dita ku të kujtohen themeluesit e kësaj force politike. Është privilegj, po për mua është një nder i madh që në këtë 35 vjetor të Partisë Demokratike t'ju përcjell ju një mesazh në cilësinë e deputetit të Vlorës, deputetit të Partisë Demokratike. Dhe natyrisht, një parti që u themelua, një pjesë e themeluesve janë në sallë, në dhjetor 1990, një parti që u ringrit si Feniksi nga hiri në 1997 dhe u rithemelua dhe vazhdon në një proces të vështirë në vitet 2021-2025, është një parti që ka shënuar emrin në historinë e Shqipërisë, në historinë e Shqipërisë demokratike, në ato arritje që janë arritje për të gjithë popullin shqiptar. Në këtë 35 vjetor, për ne është nder të rikujtojmë në rast të parë themeluesit e Partisë Demokratike, të rikujtojmë me mirënjohje nismëtarët e Partisë Demokratike, inxhinierin Afrim Jupi, Venigjar Amzaraj, ishi përndjell politik, Alfred Ziaj, sportist i spikatur, Alex Tahiri, Manol Bono, Asko Hoxha, Bilal Qela, Roland Tafili, Bujar Borshi, Petrit Stefa dhe Nexhat Veipi. Ne sot kujtojmë me mirënjohje të gjithë ata intelektuale qytetar vlonjat të përndjekur politik apo njerëz të spikatur në profesionet e tyre që nisin organizimin në atë dhjetor. Nga Partisë Demokratike Vlorë do të vazhdoj të jetë në balë të punës, të protestave, të përpjekje për shndrimin e Shqipërisë, në një Shqipëri europiane, në një Shqipëri e cila vërtet ta meritoj dhe të arrim të antarësohemi në BE. Ju falenderoj shumë dhe ju kërkoj ndjes për dy gjëra. E para nëse u zgjata dhe e dyta nëse kam haruar në një emër, natyrisht duhet të përmendja në mënyrë të veçantë shoqatën Çamëria, drejtuesit e shoqatës Çamëria nga vitet 90 dhe deri më sot, që ka qenë e pandar si shoqatë me Partinë Demokratike dhe shumë zonja e zotrinj të tjerë, po në një përcjellje u përpoqja të jepja
atë mesazh që ne të gjithë të bashkuar jemi më të fortë. Të gjithë të bashkuar ne mund të bëjmë ashtu siç jemi përballur dhe po përballemi me këtë narkoshtet, të vazhdojmë të punojmë për prosperitetin e Vlorës, të fëmijëve tanë, të rinjve vlonjat. Nën kryetari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Luciano Boçi u solli demokratëve të Vlorës për shëndetjen e kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha. Ai tha se Partia Demokratike e Vlorës është ndër degët më të mira në rang vendi. Mas pari, lejoni që t'ju përcjell përshëndetjet, falenderimet, mirënjohjet e kryetarit Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berishës, dhe t'ju siguroj juve se për Partinë Demokratike Vlora është ashtu si Podrimja ka thënë për Kosovën, është gjaku ynë që nuk falet. Kënaqësi dashur miq, të jem sot në këto momente solemne, bashkë me ata që e kanë ruajtur dhe e kanë mbrojtur Partinë Demokratike, e kanë bashkuar në ditët më të vështira dhe në korat më të mbrapshta, dhe me ata që sot janë angazhuar me mish dhe me shpirt, me jetë dhe me sakrificë, për të realizuar atë që të gjithë e kërkojmë. Triumfin ton të afërt dhe të dëshiruar. Dhe me respekt veçantë, në mënyrë veçantë, me përulje, dua të flas për ata që mundsuan themelimin e degës, për ato burra dhe gra që e bën të mundur Partinë Demokratike këtu në Vlorë dhe jo rastësisht, siç u tha nga parafolësit, pas Tiranës. Jo rastësisht këtu ka qenë një nga degët më të mira dhe vazhdon të jetë e tillë. Dhe një mesazh përjetësie dua të përcjell për gjithë ata që nuk mund të jenë sot midis nesh, kanë kaluar në amshim, por që me ndriçimin e tyre na nxisin që ne të çojmë përpara misionin ton të përbashkët, misionin e fitores së Partisë Demokratike. Janë mbushur kështu 35 vite nga themelimi i Partisë Demokratike në Vlorë, një ngjarje e rëndësishme kjo për këtë forcë politike që u përkujtua nga demokratët, qendrestarët, por edhe të rinjt, të cilët do ta çojnë përpara këtë forcë politike.